Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV, jemi së bashku në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot kemi nderin që misafir në studio të kemi profesorin universitar zotrin Mersim Maksutin, me të cilin do të bisedojmë për shumë çështje aktuale që kanë kryesisht të bëjnë me kushtetutën, me ligjet, me kodin zgjedhor, si dhe me organizimin politik të shqiptarëve në vendin tonë. Zotri Maksuti, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, Florin. Profesor, do ta fillojmë këtë bashkëbisedim me një temë e cila është shumë aktuale kohëve të fundit, dhe ajo është e drejta për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Siç e dim, studentët organizojnë edhe një protestë për të kërkuar një drejtë të tyre, e cila është e drejtë shumë legjitime, për shkak se ato fakultetin e krinë në gjuhën anëtare dhe është shumë legjitime që të kërkojnë edhe provimin të japin në gjuhën shqipe. Mirëpo tani duket se në opinionin e juristëve, ashtu ta them, ka duket se dy mendime. Njëri është se këto ligjet aktuale të cilat janë e lejojnë që të jepet ky provim në gjuhën shqipe, ndërsa ka disa opinionistë tjerë që mendojnë se duhet të ketë ndryshime në ligjin për provim në jurisprudencës. Cili është mendimi juaj, pasi që ju jeni edhe profesor universitar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës dhe besoj se edhe studentët tuaj tangohen me këtë problematik? Ligjet aktuale të cilat janë momentalisht në fuqi, a e lejojnë mbajtjen e këtij provimi dhe ku është problemi kryesor që ky provim nuk mbahet në gjuhën shqipe? Shihni, unë Florian disa herë ndaljet e mia publike, prej kur filloi ky problem të dalin në sipërfaqe, u prononcova dhe mbështeta fuqishëm zërin protestues të shqiptarëve, madje isha edhe vetë prezent në protestat cilat i organizohen ata, duke si profesori tyre e ndjeja me përgjegjësi të dalë në mbështetje tyre për një kaos aq të drejtë dhe për një kaos e cila është mbështetur plotësisht me kushtetutë, me ligj. Dhe kjo ishte ajo që patjetër ne duhet të dalin në mbrojtje tyre, të cilën një drejtë e cila nuk u realizoi gati për 20 vjet. Dhe këtë patjetër duhet ta themi. Shihni, ligji ose provimi i jurisprudencës, domethënë i dhënies së jurisprudencës si një test i njohurive profesionale, domethënë studentëve të drejtësisë për dhënien e provimit, domethënë për studimet 4 vjeçare ose 5 vjeçare të cilën e kanë kryer ato, është domethënë plotësisht e drejtë legjitime e tyre ta japin gjuhën e tyre anëtare, cilën i kanë studiuar. Ku është logjika? Ai ka studiuar, i ka përvecuar dijen 4 vjet në gjuhën e vetë anëtare, shqip, në rastin konkret. Dhe ju e pyesin në gjuhë tjetër, ku edhe logjika këtu? Ku është? Ai mund të ketë një student shembullor, më i mirë, i 30 vjeç, po vetëm për efektet gjuhës mund të dështojë në dhënien e provimit për shkak të një gjuhë tjetër. Domethënë, kjo është logjika e para. E dyta, në kuptimin juridik është krejtësisht baza juridike. Ne kemi ligjin e përdorimit të gjuhëve, pikërisht edhe kjo lexo ligji i gjuhës shqipe, se edhe vetë ligji është citona që në klapas është ligji i gjuhës shqipe, i cili e rregullon, domethënë e parashen të gjitha gjuhën shqipe, përdorimin e saj, aplikimin e saj në të gjitha organet e pushtetit qendror. Po edhe Ministria e Drejtësisë është pjesë e organeve të pushtetit qendror. Dhe të cilat duhet të ku gjuhë zyrtare, ligji thotë, gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedone, tashmë që është përsërit disa herë, mos përsëritemi vazhdimisht, është edhe gjuha qytetarëve të cilën e flasin 20%, edhe institucionet qendrore. Po dhe Ministria e Drejtësisë është pjesë e institucioneve qendrore, që cilën duhet të organizohet provimi edhe në gjuhën shqipe, sepse ligji parasheu është gjuhë zyrtare, edhe gjuha pra e 20%. Kjo është baza e rregullimit momental. E mira, çka është një e keqe? Një lëshim, do të thonë përsëri i pushtetit kaluar. Ligji i gjuhëve son vitin 2018. Ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës son pak më vonë, duket, në 2019. Prej atëherë, aq më keq, Tela Xhaferi ka qenë kryetar parlamentar, shqiptar. Ministra shqiptar kanë qenë disa ministra shqiptar deri më sot. Prej atëherë është dashur të kjo çështje të rregullohet edhe në vetë ligjin e dhënies së provimit të jurisprudencës, sepse ka qenë detyrim i parlamentit, ka qenë detyrimi i klasës politike, mazhorancës politike atëherë, që të respektojnë ligjin e përdorimit të gjuhëve. Tashmë e din të gjithë se Neni 23 thotë
të gjitha ligjet tjera, të cilat kanë nevojë të të rregullohen dispozitat që kanë të bëjnë me çështjen e përdorimit të aplikimit të gjuhëve, duhet të harmonizohen me këtë ligjin bazik, sepse ligji i përdorimit të gjuhëve është pra ligj specialist, që si thot ajo sintagma që lex specialist derogat lege generale, që thot se ligji i veçantë ose special prevalon, dominon, shfuqizon mbi ligjet e përgjithshme. Është ka prioritet, ka përparësi, pra edhe rastin konkret. Ligji i provimit të jurisprudencës duhet të harmonizohet, është madje me vetë ligjin e gjuhëve ka pas afat 1 vjeçar që të harmonizohen të gjitha ligjet, që nuk është bërë rast. Dhe sigurisht harmonizuar. Shumica e 80% e ligjeve nuk janë harmonizuar, siç është nuk harmonizuar dhe ky ligj. Tash me që nuk është harmonizuar Florian, atëherë drejt për drejt duhet të vlejë ligji i përdorimit. Kjo është baza e rregullimit të dhënies së provimit të jurisprudencës, jo vetëm të dhënies së provimit të jurisprudencës, por në të gjitha institucionet tjera të cilat duhet të zbatojnë dispozitat e gjuhëve, domethënë në ligjit të gjuhëve, duhet patjetër të thirren drejt për drejt në ligjin e gjuhëve. Kështu thot ligji dhe kjo shumë e qartë. Bëhet debat i kohë. Unë dua të them këtë, shihni. Ministria e Drejtësisë ka formuar një komision i cili do të shqyrtojë dhe do të rregullojë çështjet të ligji i jurisprudencës, do të rregullojë çështjen e zbatimit të gjuhës shqipe, domethënë në vetë ligjin e jurisprudencës. Unë do të them, kjo është mirë, nuk mund të themi keq, nuk është por çka është e keqja kësaj çështje? E keqja është shqiptarisht se nëse presim në gjitha institucionet, të cilat duhet zbatojnë përdorimin e gjuhës shqipe në aktet e tyre të mbrëmshme që kanë parapas si detyrim ligjor në bazë të ligjit të gjuhëve, kjo krijon një zvarritje kjo krijon një zvarritje më të tejshme, të skajshme do të thonë, të zbatimit të gjuhës. Kjo krijon një vështirësi, një problematik, madje do të them ndoshta është një strategji, mund të jetë një strategji e koordinuar, një taktik e veçantë për mos zbatim të gjuhës shqipe në praktikë, një pengesë, një mjet nëpërmjet cilës do të pengohet zbatimi i gjuhës shqipe nga institucionet e këtij vendi. Prit tash ky institucion, hajde të formojmë grup punues, hajde ajo ku me ditë sa kohë do të marrë formimi i grupit punues, ajo gjetja e zgjidhjes ligjore. Tani hajde të shkojmë praktika e re që ka instaluar pushteti, hajde ta çojmë komisionin e Venecias fare pa nevojë. Hajde të presim për që, hajde tani procedurat në qeveri, në parlament, hapet debat, çojmë opinioni, diversiteti, konfliktësia në opinionin, tashmë ne jemi shoqëri shumë divergjente. Edhe shihni të gjitha këta janë me qëllim zvarritje të zbatimit të gjuhës shqipe në praktikë. Kjo do të krijojë domino efekt, do të thonë, të gjitha institucionet tjera, të gjitha ligjet tjera, të cilat është dashur me kohë të harmonizohen. Ne nuk mund të presim se cili ligj tash që ta harmonizohem, tek pastaj të fillojë zbatimi i gjuhës shqipe. Jo. Ne do drejt për drejt thirremi në ligjin aktual. Institucionet kanë detyrim. Nuk jem kundër, edhe pse me vonesë, institucionet, parlamenti le të nxjerrë ligj, institucionet le të nxjerrin akte ligjore, nënligjore, le ta parashojnë të drejtën e zbatimit të gjuhës shqipe, por jo institucionet të bëjnë pengesë deri në ato momente të mos mund ta zbatojnë. Jo. Sepse ligji është i qartë, kanë pas ato afat 1 vjeçar, 6 muaj të nxjerrin aktet nënligjore, nuk i kanë arritur të nxjerrin, tash ato thot ligji do të zbatojnë drejt për drejt ligjin, i cili të gjuhëve, i cili është në fuqi. Dëshim të thonë, kjo është një që deshaton zvarritje të gjuhës shqipe, e dyta do të thonë se krijimi i këtyre komisioneve, harmonizimi në këtë formë të ndezur në opinionin publik, i harmonizimi i ligjeve që kanë bënë me dispozitat e gjuhës, shihni krijon edhe një klim, një atmosferë, por unë kam pa edhe në institucione për kufizimin ende më tej të drejtës së gjuhës shqipe. Shihni, ajo çka është e parapame me ligj, unë tash jam bind kohët e fundit, kam ndrojen se në ligjet të cilat do të harmonizohen gjuhën shqipe më tej, ende më tej ne do të hasim tendencën e kufizimit, ngushtimit, hapësirës së aplikimit, përdorimit të gjuhës shqipe. Edhe kjo është një rrezik cili e nuase mund të na ndodhi. Një kufizim më tej të drejtave të gjuhës siç e parashë ligji i gjuhëve. Tani në gjithë këtë mesele, si ta themi, është edhe një organ tjetër i cili duket se zakonisht i komplikon gjërat, është gjykata kushtetuese.
kohëve të fundit, këto 2 vitet e fundit, jemi të gjithë dëshmitar se sikur gjykata kushtetuese ka filluar shumë më tepër të merret me disa çështje të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me atë karakterin etnik të shtetit. Fillimisht u inicua procedura për vlerësimin e kushtetshmërisë të ligjit të përdorimit gjuhëve, pastaj edhe kjo çështja e balancuesit dhe aty drejt për drejt u krijua, domethënë ky dyshimi se sikur gjykata kushtetuese përpiqet të merret vetëm me të drejtat që janë të drejtat e shqiptarëve. Ju pasi që edhe vetë jeni profesori drejtës kushtetuese, a mendoni se kryetari i gjykatës kushtetuese duket sikur po i tejkalon kompetencat e tij dhe merret më shumë me politikë se sa me drejtësi? Shihni tash Florian, kjo edhe është ajo çështja që më ka prekur më shumë ti vetë prononcimi publik i kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, i cili në një mënyrë, shihni ligji nuk e ndalon të prononcohet ai publikisht. Flasim në aspektin juridik. Ligji nuk e ndalon atë, por ka disa rregulla etike, ka disa standarde evropiane se si duhet cilën gjykatat, barësit institucioneve, në këtë rast kryetari i gjykatës, ka një praktikë ndërkombëtare të gjykatave dhe të kryetarëve të gjykatave. Shihni, kryetari i gjykatës duhet të ruajë një kod etik i cili nuk guxon. Pse? Sepse ai cenon shkel disa parime tjera që kanë bën me punën e gjykatës. Njëra duhet të di radhë parë se ai është i pari midis barabartëve. Gjykata kushtetuese është organ kolegjial, dhe ai si kryetar është një nga ata, është i pari. Dhe është i barabartë. Ai nuk mund të deklarimet e tij publike në një mënyrë e keqja më e madhe se ata sikur ndikojnë te opinioni i gjykatësve të tjerë për mënyrën diktojnë vendimarrjen të cilat pritet të ndodhi nesër. Kryetari i gjykatës kushtetuese nuk guxon të prononcohet publikisht sepse ai shkel një parim tjetër, cenon parimin e paanshmërisë. Gjykata duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë e paanshme dhe duhet të jetë e pavarur. Me daljet publike, prononcimet cilat i bën ai për temat konkrete, cilat pritet jenë lënë të vendimarrjes së gjykatës nesër, ai disi mënyrë, ai tregohet, ai them parimin e paanshmërisë së gjykatës dhe pavarësisë së tyre. Tjetër, kryetari kur del publikisht prononcohet i gjykatës, ai cenon edhe parimin e ndarjes së pushteteve. Pse e cenon? E cenon për arsye se ai kur prononcohet publikisht dhe jo në grupin e gjyqtarëve brenda kur është në seancë të gjykatës, ai në mënyrë del dhe merr rolin aktiv si aktor politik flet. Dhe jep në një kuptim ai jep, domethënë ai paraqitja e tij para nënkupton një lloj prononcimi politik të tij. Që nuk guxon, sepse ai paraqit, sepse ajo është një çështje që i takon pushtetit legjislativ, pra pushtetit tjetër në një mënyrë ai sikur ndërhyn në pushtetin tjetër. Ai nuk e ka drejt sepse cënon edhe këtë parimin e ndarjes së pushteteve. Tani ka një parim subjede quhet në drejtësi, i cili thotë se kryetari ka shkel këtë parim kryetari i gjykatës kushtetuese, i cili thotë ai nuk guxon të prononcohet, ka rregulla si thash, standarde, nuk ka rregulla fiks, po janë disa standarde që i ka kryer edhe vetë Komisioni Evropian për prononcime deklarata publike të cilat duhet t'i bëjnë kryetarët e gjykatave, e që flenë në shumicën praktikën evropiane të gjykatave kushtetuese, të cilat duhen të respektuar. Një parim tjetër thotë, një standard tjetër evropian për deklarata të cilat duhet thotë se kryetari i gjykatës kushtetuese ka shkel edhe parimin jude këtë CD jude, që do të thotë se ai nuk guxon të deklarohet për një çështje përpara se ka vendosur pse është shtruar në procedurë të gjykatës kushtetuese, nuk guxon të prononcohet, për ata ai ka shkel edhe këtë parim. Shihni të thonë ai ka shkel ka bërë disa gabime në daljet e tij publike që ka treguar se nuk është neutral, por nuk është, domethënë ka një anshmëri dhe me veprimet e tij ai në një mënyrë ka diktuar tempon e vendimarrjes cilat pritet nesër ta bëjë gjykata kushtetuese dhe kjo vjen kundërshtim me. Edhe pak dua të ndal te gjykata, te kryetari i gjykatës, Florian, për arsye se shumë ka çupluar në opinionin publik deklaratat e atij. Dhe pa ndyshje, ai haptas dukesh sikur e prejudikon vendimarrjen nesër për cilën duhet
ta marrim, mjaft për domethënë për këto tema kaq të nxehta që janë për ne shqiptarët. Një çështje tjetër është se kryetari i gjykatës kushtetuese thash ai nuk guxon, nuk i lejohet të deklarohet përpara publikisht. Po çka i lejohet atij? Ai mund të deklarohet, të flasë, të prononcohet për çështje që kanë karakter akademik, juridik, të fushën juridike, që lidhen në përgjithësi shpjegimet që bën në përgjithësi në aspektin për reforma, për parime kushtetuese, por jo të paraprakisht të diskutoj për një çështje e cila nesër do jetë temë e vetë gjykatës kushtetuese. Po diçka tjetër që përmendet tash në lidhjen me këtë vendimarrje në gjykatën kushtetuese, shpesh përmendet edhe kjo parimi i badinterit që të vledhen në gjykatë kushtetuese, që ato ligjet domethënë të votohen edhe me badinter brenda gjykatës kushtetuese. Cili është mendimi juaj, a mund të realizohet ky mjet i badinterit? Shihni tash unë disa herë domethënë edhe në vetë 15 vjetorin e manifestimit të marrëveshjes së Sorit u deklarova aty se votimi sipas badinterit duhet shtrihet edhe në institucione tjera, duhet të shtrihet përveç parlamentit, duhet shtrihet edhe në gjykatën kushtetuese. Që atëherë domethënë shihni, që atëherë thash, vetë fakti se gjitha arriturat, cilat janë bërë me marrëveshjen e Ohrit, edhe pse marrëveshja e Ohrit nuk e zgjedh gjithnjëherë për gjithmonë të drejtat dhe statusin përfundimtar të shqiptarëve, po në një mënyrë ajo avancon të drejtat e shqiptarëve. Pikërisht edhe ligji i gjuhëve, pse me shumë vite me vonesë, po usohet dhe në një mënyrë mjaft avancon të aplikimin e gjuhës shqipe, të drejtën e përdorimit të saj në institucionet e vendit, por disi të problemi kryesor është badinterit të gjykatës kushtetuese. Nuk u siguru, domethënë me pikë me të ashprit e marrëveshjes së Ohrit, nuk u parapa badinteri edhe te vendimarrja e gjykatës kushtetuese, sepse ju i sillni ligjet të cilat prekin drejtat e shqiptarëve për atë bashkësive, me badinter, me votimin, mekanizmin e votimit të dyfish, po në njëjtin kohë nuk e siguroni të njëjtin mekanizëm të vendimarrjes edhe për vlerësimin e tyre te gjykata kushtetuese. Dhe faktikisht të gjitha këto ligje, të cilat i ke sjellë, të cilat e ka vendosu, ka afirmuar drejtat e shqiptarëve, ke garantuar, proklamuar drejtat e tyre, ti me një mekanizëm i ke rrezikuar ato te gjykata kushtetuese. Dhe në momentin e parë përshtatshëm politik, ja e cila vjen në shprehje dhe rrezikohen të drejtat tona. Pra, me njëherë mungesa e badinterit të gjykata kushtetuese për fat të keq më rikthen në historinë ku për fat të keq të drejtat e shqiptarëve shumë janë në histori janë degraduar. Edhe për fat të keq më duket se edhe kjo është moment një strategji e caktuar për i degradimin e të drejtave të shqiptarëve, pikërisht nëpërmjet instrumenteve juridik, institucional, pra gjykatës kushtetuese dhe kjo si mungesë e mospasjes së badinterit, pra nëpërmjet majorizimit të gjyqtarëve Maqedonas shumicë ndaj atyre shqiptarëve, ja çka po na ndodh me gjykatën kushtetuese sot. Një temë tjetër aktuale që është dhe që ka të bëjë drejt për drejt edhe me çështjen e ligjeve të kushtetues, është ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Siç e dimë, ky mekanizmi i mjeti i balancuesit gjatë punësimeve, domethënë të shqiptarëve, është shfuqizuar. Dhe tani qeveria ka dorëzuar një projekt ligj të ri që quhet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mirë, po duket se edhe ky ligj duket se ka mangësi, megjithëse më duket se nuk është edhe publikisht ende i publikuar askundi. Ju personalisht keni qenë antar para një viti më duket se i komisionit, mirë po jeni tërhekur nga komisioni për përgatitjen e këtij projekt ligji. Cili është opinioni juaj në lidhje me këtë projekt ligj? Ai plotson të drejtat e shqiptarëve apo mbetet i cunguar? Shihni Florian, unë isha vetë antar i grupit punues, domethënë të ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë. Ne gjatë gjithë kohës, gati 6 muaj, u përpoqëm të gjejmë një kompromis se si vërtet këtë vlerë kushtetuese, domethënë përfaqësimin e drejtë, adekuat dhe të drejtë ta implementojmë edhe në ligj, t'i japim karakter, domethënë të konkretizimit të saj në praktikë. Shumë e kishin vështirësi, kemi pas disa versione në fund në gjatë grupit punues, madje e kishte vështirë të gjejmë një kompromis. Madje do të them se në vetë fillimin pala tjetër, domethënë që tashmë e din gjithë opinioni se kush ishte në anën palën tjetër, se vetë natyra e ligjit ishte ne u datëm në 2 grupe, pala tjetër dhe pala
jonë shqiptare. Pala tjetër propozojnë një rezolut, ma gjë jo ligj, gjithkohën insistante që kjo çështje të rregullohet me rezolut dhe jo me ligj. Që në thëmë prej në fillim të regojnë atë tendencën dhe mos pasin e vullnetit politik për ta zgjedhur vërtet realisht çështjen e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë që garanton kushtetuta jonë. Mezi tani u arrit kompromisi që të nxjerrim ligj brenda grupit punës, por një ligj i cili de facto vërtet quhet ligj, por në vetë esencën përmbajtjen e vet dukesh se një gjë më tepër rezolutës. Pse? Sepse shihni rezoluta ka karakter politik. Më tepër nuk ka procedura, nuk paraqet sanksione, nuk paraqet në aspektin formal juridik procedurat për miratimin e saj. Është një vullnet politik, e votojnë parlamentet dhe një mbështetje afirmative për përfaqësimin adekuat dhe aty përfundon. Dërsa ligji ndryshon krejtësisht, vetë natyra e ligjit ka aspekte formale juridike të cilat duhet të kaluaj dhe të cilat duhet të plotësoj. Është akt juridik, ku akti juridik, pra norma juridike, patjetër duhet ta ketë si pjesë edhe sanksionin, duhet ta ketë dënimin pra. Ky ligj nuk e parasheh sanksionin, dënimin, edhe pse ka qasje afirmative për drejtën për përfaqësimin adekuat dhe drejt, por nuk garanton mekanizma se ky ligj vërtet realisht në praktik do të arrijë të materializohet, të implementohet. Ai ka disa defekte, mangësi. E para është ajo që nuk ka sanksion, nuk ka dënim. Si do të detyrosh ti institucionet të zbatojnë një ligj pa cilin nuk shihet përgjegjësia direkte e tyre. Nuk ka kundërvajtje penal, kundërvajt, domethënë përgjegjësi kundërvajtëse. Tani kjo është meta kryesore. Meta tjetër është se nuk siguron mekanizma, organe të caktuara, bindëse të cilat do të garantojnë implementimin e ligjit në praktikë. Është parapar ligji vetëm një trup koordinues në drejtimin e zëvendës kryeministit dhe disa antarë tjerë cilat vijnë një nga avokati i popullit, një nga komisioni për mos diskriminim, një nga bota akademike, të gjitha këto asnjë nuk është garant se ky institucion nesër nuk të mund të garantojë implementim të zbatimit të ligjit konkret. Ky vetë trupi, domethënë që parasheh ligji, ky ka më tepër karakter monitorimi të mbikëqyrë se si ndodh, po jo të marrës në përgjegjësi. Ai vetëm ka drejt përgatisë një raport, të merr të dhëna, merr informata çka po ndodh me zbatimin, implementimin e përfaqësimit praktik dhe ja dërgon qeverisë dhe aty përfundon. Nuk ka të drejtë të marrë iniciativa për thirrjen në përgjegjësi bartësve të institucioneve. Pse nuk e kanë zbatuar? Ose ti obligoj institucionin në një mënyrë. S'ka mjet për t'i obliguar institucionin. Pse nuk e kanë zbatuar, domethënë përfaqësimin adekuat dhe të drejtë. Shihni, këto ishin kryesisht ato vreqet e ligjit, po duhet të theksohet të ndalen edhe te Komisioni Venecia, sepse edhe ligji për përfaqësim të drejtë, edhe ligji për gjuhën, domethënë ligji i gjuhës shqipe, të dyja kanë qenë objekt diskutimi, vlerësimi edhe nga ana e Komisionit Venecias. Të dy ka dërguar gjykata, kjo qeveria. Në rastin e dytë ligjit gjuhëve ka dërguar vetë gjykata, se janë më herët e ka dërguar për vlerësim të Komisioni Venecias qeveria, tash në fund e ka dërguar vetë gjykata kushtetuese. Vini çka desha ton. Pse të ndalesha pak desha te Komisioni Venecias, sepse kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo jep ndikim, impakt të institucionet tona. Komisioni Venecias, do të them Florian, edhe në rastin e gjuhës, dhënjes së mendimit për amicus curiae, vlerësimi, vendimi, opinioni i përbashkët i gjithë atyre antarëve të Komisionit Venecias, edhe në rastin e gjuhëve, edhe në rastin e ligjit të përfaqësimit, nuk është ashtu si deklarohet këtu publikisht. Që thonë se, shihni thonë të ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, prononcimi i qeverisë është se Komisioni Venecias ka dhënë mendim pozitiv, gjë që nuk është ashtu. Pse nuk është ashtu? Nuk është ashtu se po Komisioni Venecias ka dhënë mendim pozitiv për ligjin për përfaqësim, po në njëjtin kohë ka dhënë edhe vërejtjet, sugjerimet e veta, domethënë e ka trajtuar në dy aspekte. Ka dhënë mendim pozitiv për atë se për herë parë thotë ju keni pas një boshllëk juridik, nuk keni pas par ligj. Tash kemi ligj, po në aspektin tjetër jep vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet e veta se çka duhet më tej të ndryshohet përmirësohet ky ligj. Ju thot nuk e keni sqaruar mirë çështjen e llogaridhënies, pra kjo çështja e dhënies së përgjegjësisë, pra sanksioneve, nuk e ka. Tani thot nuk keni parapa mirë, thot institucione, organet bindës që në mënyrë bindëse do ta implementojnë
këtë thot përfaqësimin adekuat dhe të drejtë në praktikë, trupi cilin ju e keni para pa në ligj, nuk në mënyrë sipas komunit, nuk është organ bindës, nuk i ka kompetencat e nevojshme e cili vërtet do të garantojë implementimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë. Po ashtu tani thot ai të çështja thot të shpjegoni thot mirë thot ligji ishim vrejtjet e Komisionit Venecias tash kjo pjesa e dytë thot duhet institucionet pra parlamentit i drejtohet parlamentit si organi i cili sjell pra ligjin thot ju thot duhet ta sqaroni mirë nocionin përfaqësim adekuat dhe përfaqësim i drejtë dhe pikërisht ne kjo na bën problem. Të gjitha këto që i ka bërë Komisioni Venecias Florian, unë në njëjtin kohë në kohën time, domethënë si antar i grupit punës kanë qenë njëjtat vrejtjet të cilat i kanë bërë. Por Komisioni Venecia i ka dhënë në formën e saj vrejtjet e veta. Por në esencë në përballjen e vet ata janë të njëjtat ato të cilat i kanë bërë gjatë kohës kur isha në grupin punës edhe prandaj publikisht u distancova prej grupit punës dhe për këtë ligj. Shi thotë ju sqaroni thot fillimisht mirë çka do të thotë termi përfaqësim adekuat dhe përfaqësim i drejtë. Ky ligj shihni në radhë parë ka të rregulluar të drejtën e përfaqësimit adekuat. Termi përfaqësim adekuat nuk kupton që bashkësitë të përfaqësohen në mënyrë proporcionale, pra adekuate institucionet. Ky ka përparësi. Përfaqësimi adekuat tani thotë njëtin kohë të respektohet përfaqësimi i drejtë. I përfaqësimi i drejtë nuk thotë të respektohen procedurat, kushtet, kriteret të cilat i parashë ligji. Se çdo punësim, çdo avancim ka kushte e kritere të caktuara. Po thot, ama kjo ka përparësi. Prandaj është vlera e rendit kushtetues. Domethënë, përfaqësimi i drejtë, adekuat dhe i drejtë, prandaj është jo rastësisht është një nga vlerat e rendit kushtetues të kushtetutës tonë. Domethënë, është një nga normat bazike. Vlerat në kushtetut domethënë janë normat më të rëndësishme të kushtetutës, janë norma orientuese, të cilat gjitha normat tjera, gjitha aktet, të cilat do të burojnë pi kushtetutës, bazë referenca kanë vlerën, këtë vlerë të rendit kushtetutës. Këtë domethënë rastin konkret përfaqësimin adekuat dhe të drejtë. Prandaj në rastin konkret përfaqësimi adekuat ka përparësi në raport me përfaqësimin e drejtë. Që thotë kjo përfaqësimi i drejtë në kupton më tepër profesionalizmin, termi përfaqësimi adekuat në kupton përfaqësimin e bashkësive në institucione. Kjo ka përparësi, kur ato hynë në konflikt, shpesh në konkurset publike, ato mund të hynë në konkurs, por nëse ato hynë në konkurs, përfaqësimi adekuat është një drejtë që përfaqëson kolektive dhe ajo prevalon mbi drejtën individuale. Përfaqësimi i drejtë në kupton të drejtën e kandidatit si e drejtë individuale e tij. Nëse hynë ata në konflikt, nuk kuptohet përfaqësimi adekuat si e drejtë kolektive prevalon, ka përparësi në raport kur ne cënojmë një të drejtë të një individi në një rast konkret, pra ka më pak përparësi në raport kur cënojmë të drejtën e individi në raport si një drejtë kolektive. Këtë ka thonë edhe Komisioni Venecias. Pikërisht. Jo, ai ka thonë, ma sqaroni më mirë se në përkufizimin i cili i bën ligji nuk e binte se këto dy norma i ka sqaruar raportin drejt të tyre. Në një mënyrë, pse, jo rastësisht, pse edhe unë e kam pas Florian Vreqja në grupin punës, për arsye se profesionalizmi i ligji jep përparësi, dominon, prevalon mbi të drejtën e kandidatëve si antarë të një përkatësie, bashkësie etnike. E ka fokusuar ligji, e ka potencuar disa nene, edhe Komisioni Venecia ka rënë sy se ky ligj më tepër afirmon, favorizon profesionalizmin, kompetencën, që nuk jemi ne asesi kundër asaj, por në një mënyrë ajo po na cënon, po na shkel të drejtën tonë si drejtë kolektive. Prandaj këshillni këto raporte ka thënë Komisioni Venecias duhet të sqarohen më mirë. Tani këto çështjet për të cilat diskutuam, edhe çështja e gjuhës shqipe, edhe çështja e përfaqësimit drejt adekuat edhe kjo e batenterit, të gjitha domethënë janë si pjesë e marrëveshjes sore, të inkorporuara në marrëveshjen ore që në vitin 2001. Por tani jemi viti 2026 dhe pas kaq shumë vitesh përsëri domethënë diskutohen të njëjtat tema në opinionin publik dhe tani parashtrohet një pyetje se ku është problemi me marrëveshjen e orit. Aso kohë marrëveshja e orit a mendoni se i ka plotësuar të gjitha kërkesat e shqiptarëve dhe ka qenë maksimumi, apo ndoshta marrëveshja e orit si e tillë është marrëveshje e mirë, ta quaj, mirë po ndoshta problemi është te zbatimi i saj. Edhe njerë desha të thamë se Komisioni Venecias edhe për ligjin e gjuhëve, domethënë, nuk është në kundërshtim me ligjin e gjuhëve që kemi sjellë ne si shtet.
Komisioni madje nuk i referohet drejt për drejt ligjit të gjuhëve, pa i shpjegon standardet evropiane dhe ndërkombëtare në përgjithësi. Por që mund t'i përshtasim ne në realitetin tonë. Dhe në mënyrë lehtë me dije, domethënë, Komisioni i Venecias mjafton një ligj të cilin e ka nxjerrë një shtet, nëse avancon më tej të drejtat që kanë bën me pakecat të referohet ai Komisioni Evropian, pra për drejtat e njerëzit në fushën sidomos me pakecat, ne i shprehim mirënjohje për atë çështje, nuk jemi kundër asaj. Konventat, kartat ndërkombëtare, ata shpjegojnë janë një minimum të drejtash të cilat nuk guxojnë një vije kuqe, në të cilat shtetet nuk guxojnë të binë, të kufizojnë të drejtat e qytetarëve vetë, grupeve etnike brenda tyre. Por çka është mbi ato, thotë ne shprehim mirënjohje dhe falenderojnë shtetet për aktet e tilla të cilat i nxjerrin. Këtë duhet të them, por është me rëndësi sipas Komisionit të Venecias, të nxjerrë një ligj i cili do të jetë i zbatueshëm në praktikë. As kërkon Komisioni i Venecias nuk shpreh se ligji, domethënë dispozitat të cilat i parashë janë në kundërshtim me aktet, konventet ndërkombëtare, por edhe me vetë kushtetutën e vendit tonë. Në asnjë kuptim nuk jep me dije sinjal se ky akt. Përkundrazi i jep si thash shpreh mirënjohje, të cilën i parashë. Mjafton thotë shteti duhet të nxjerrë një ligj, por të nxjerrë një ligj i cili do të jetë i mundshëm zbatimi i aplikimit të tij në praktikë. Edhe të çështja e procedurave gjyqësore, sepse kjo është konteksti më i madh i ligjit të gjuhëve që ka të bëjë me procedurat, me zbatimin e gjuhës shqipe në procedurat gjyqësore nëpër gjykata, as aty nuk është kundër Komisioni i Venecias, vetëm ai shpreh jo për rastin ton, por për ndërsi që do t'i marrim sikur ato vlejnë ato sugjerime dhe për rastin ton të gjykatat, thotë shteti duhet të sigurojë vetëm edhe koston financiare, shpenzimet cilat përcillet në procedurat gjyqësore. Por mbi të gjitha e përmend edhe faktin se kur zhvillohet procedurat gjyqësore edhe në gjuhën e qytetarëve që jetë, domethënë tash në gjuhën shqipe, duhet të ketë parasysh se mos rrezikohet gjithmonë thotë parimi i dhënies së drejtësisë, drejtësia e drejtë, domethënë në afat të arsyeshëm dhe të drejtë gjithmonë. Kjo çështja primare e cila duhet mos cenohet, gjë që në rastin tonë kjo asesi nuk vjen në shprehje, dhe kushti tjetër është kushti financiar. Domethënë shteti duhet mendojë mirë se të përmbushë aspektin financiar të kompenzimit të shpenzimeve të cilat parashojnë. Dhe kjo çështje, asnjë çështje tjetër kontestuese nuk paraqitet nga Komisioni i Venecias. Profesor, një temë tjetër është me këto grupet punuese, pasi e filluam, është krijuar një grup punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Kuvendit, që shqyrton mundësinë e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Dhe aty më duket se dy temat kryesore do të jenë nëse Maqedonia do të organizohet si një njësi zgjedhore, edhe kjo çështja e listave, a do të jenë listat e hapura apo të mbyllura. Tani, si mendoni për këto, edhe për shtetin përgjithësi, po në veçantë për shqiptarët që jetojmë këtu, cili sistem zgjedhor është më i mirë? A na konvenon sistemi me një njësi zgjedhore edhe te listat, desha të ndalim, listat e hapura dhe të mbyllura, cilat do të kishin qenë ato përparësitë e listave të hapura? Shim Florian, tash në demokraci çdo sistem është demokratik, do themi, por dikush është më shumë, dikush më pak, në kuptimin e saj se sa u përshtatet rrethanave specifike të një vendi. Në rastin konkret të Maqedonisë, unë dua të them se Maqedonia, propozimit që diskutohet me një njësi zgjedhore, mund të jetë mirë, por mbi të gjitha mund të jetë dhe keq, flas konkretisht për shqiptarët. Ne duhet kjo çështje statistikore, matematikore, ne duhet të më thënë çështje edhe demografe, tyre që merren me çështje statistikore, do të thënë ata duhet të bëhet një studim i mirëfillt se neve si shqiptar çfarë na konvenon, më tepër si njësi zgjedhore ose Maqedonia me gjarë sa është aktual, kemi propozime dhe me më shumë më pak. Domethënë kjo mbi të gjitha kërkon një studim mirëfillt shkencor, statistikor, trendi i zhvillimit të lëvizjeve të popullsisë, shqiptarëve që dalin jashtë, sa është kjo në përputhje, mund sot na konvenojë, sa edhe sot më duket me njësi nuk na konvenon për momentin, nesër besoj edhe më pak. Shihni, kjo është çështje të cilat vërtet kërkon një studim. Nuk mund ta them saktë sepse kërkohet, ne shqiptarët
po sa të shoh në opinion, ende nuk kemi bërë një studim serioz rreth kësaj problematike. Apim deklarata politike, por në mënyrë shkencore, analitike të mërfill, ende nuk shoh ndonjë studim serioz se cili model i sistemit zgjedhor të na konvenonte. Ndërsa pjesa tjetër, a do shkojmë me listat mbyllura ose të hapura, unë ndaj këtu mendimin i prerë se listat, domethënë, zgjedhore të hapura janë pamundyshëm, janë modeli më i mirë i demokracisë cilat mundson. Aq më tepër, ne në këtë demokracinë tonë të shkurtër, të brisht, ne kemi mësimin më të mirë se nuk jo dhënë mundësia kandidatëve më të mirë që kanë mund ta përfaqësojnë elektoratin në këtë vend. Shihni, në diktatin e partive politike, më saktë të liderëve politik, në mungesën e demokracisë të brendshme partijake, ne kemi zgjedhur krejtësisht në bazë të vetë vullnetit politik të liderit partisë dhe ato kandidat kanë shkuar në zgjedhje për deputet. Dhe kjo është, domethënë, kjo përvoja e hidhur e jona në Maqedoni tregon se vërtet listat e hapura janë domethënë një kusht i domosdoshëm për momentin cilat do të ishte mirë ti parashafi ligji aktual i kodit zgjedhor. Një çështje tjetër është që është diskutuar në disiglet e fundit zgjedhore ka qenë se te Vleni ka pasur një ndikim të drejt për drejt të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ndërsa te pala tjetër, domethënë te pushteti atëhershëm dhe tani opozita te Fronti Evropian, sikur ndikim më tepër ushtron kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Tani këto mos t'i quaj ndërhyrje, se nuk do të shifen vetëm në aspektin negativ, ato edhe në aspektin pozitiv, posaçërisht kur bëhen në frymën e unifikimit. Mirëpo, si mendoni ju, a kanë partitë tona politike, domethënë kapacitetet e duhura intelektuale që të bëjnë më tepër politika kështu të pavarura apo autentike, ti themi, ndërsa këto përzierje të quaj nga jashtë të jenë më të vogla? Tash Florian, unë nuk dua shumë të hyj, domethënë në analizën se Edi Rama si kryeminist i Shqipërisë, cilin krah politik mbështet ne, apo Albin Kurti në Kosovë, kryeministri i Kosovës, cilat struktura politike mbështet këtu. Unë do të them një tjetër aspekt se edhe kryeministrit Edi Rama, edhe kryeministrit Albin Kurti ju takon të marrin vijën e tyre institucionale si kryeministrat Shqipërisë. Ata fare nuk është mirë, domethënë, të marrin një anshëm në skenën politike të veprojnë te ne, një reflektim ta bëjmë prej andej, por atyre ju takon vetëm nga aspekti i kryeministrit, domethënë, të shohin shqiptarët pa dallime partijake, pa dallime politike, por të shohin vetëm nga prizmi si interes shtetëror i Shqipërisë, madje është detyrim kushtetues i tyre, që të interesohen për drejtat e shqiptarëve jashtë rrojeve të Shqipërisë, domethënë, pa dallim cila forcë politike është këtu në pushtet ose jo, atyre u intereson të dy kryeministrave. Ju duhet të interesoj vetëm cila është pozita, statusi i shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Dhe gjithmonë deklaratat e tyre, prononcimet publike duhet të japin në këtë vit, domethënë, të kujdesen për të trajtojnë të drejtat dhe të përcjellin zbatimin, realizimin e të drejtave të shqiptarëve jashtë Shqipërisë, domethënë, pa hyj, pa marrë ngjyrime politike brendshme. Kjo është detyrim kushtetues cilin e ka Shqipërisë, por edhe Albin Kurti në një mënyrë e ka të njëjtin obligim para qytetarëve shqiptar të magjisë sillit me të njëjtin, domethënë, me të njëjtin prizëm qasje se të mbështesit vetëm të drejtat e tyre dhe pa ndikime anime politike brenda konkurrentëve politik, domethënë në skenën tonë politike. Kjo është mendimi. Tani këto është krijuar një botë kuptim, kohët e fundit shpesh diskutohet edhe në opinionin publik se në ato raste kur qytetarët tonë nganjëherë dëshpërohen edhe nga këto partitë aktuale, edhe e kthejnë kohën prapa në vitet e 90-ta dhe tani shumë shpesh e dëgjojmë një thënie që thonë PPD-ja ishte partia e intelektualëve. Dhe me vetë këtë fjalën, sikur këto partitë aktuale ndjehen me siguri se në disavantazh. Si mendoni ju këto partitë aktuale që janë edhe pozitat e pushtetit, sa kanë brenda organeve të tyre udhëhecëse intelektual nga radhët e shqiptarëve dhe a mendoni se i kanë dyert e hapura për intelektualët?
Po, për fat këtë ndaj të njëjtën mendim se ti që e paraqite Florian, se vërtet në prosperitet, edhe pse ishim në fillet e demokracisë, por kishte një thithje të kuadrove shqiptare më të mirat që i kishim në kohë, madje prosperiteti nuk bënte fare dallim gjyrat partijake, më duket se ndante vetëm selektonte njerëzit më të mirë që i kemi të kohës për momentin dhe ato avancoheshin në institucionet, edhe pse aq pak ishte atëherë avancimin i shqiptarëve në për institucionin atë kohë, dhe mjerisht sot ka degraduar, domethënë në këtë aspekt skena politike, përfaqësimi i shqiptarëve për fat të keq nuk përfaqësohet nga njerëzit e tij më të mirë që kanë, nga brumi intelektualëve më të mirë që ka, shpeshherë liderët politik pa dallim, domethënë në këtë prizëm duket se të gjithë njësoj po reflektojnë dhe shfaqen. Ato mbi të gjitha ju intereson lojaliteti politik, partijak, në radhë parë, lojaliteti ndaj vetë kryetarit partisë, se kjo është elementi primar seleksionues i tyre, intelektuale prirjet e tij ai kanë, domethënë lojalitetin e tyre shprehin më saktë ndaj liderit të partisë. Ky është elementi që vjen në shprehje më shumti dhe për fat të keq në një mënyrë në masë të madhe janë cenu shkelat vlerat të cilat për fat të keq ka që nuk mund të themi ne, ka shumë shqiptarë që vërtet intelektual kemi që nuk kanë pas mundësi vërtet realisht ato të vinë të shfaqen në institucionet tona, qoftë si përfaqësues popullit, qoftë si bartës funksionet publike. Ato në një mënyrë, domethënë, kanë qenë të privuar nga drejta e tyre të përfaqësohen në institucionet tona. Dhe kjo, domethënë, është ajo vërejtja, mangësia e ime, por edhe mbar opinionit botës intelektuale të cilën po përjeton. Shpresoj uroj të na vinë ditë më të mira dhe pamdyshme edhe ne vetë intelektualët e kemi fajin këtë drejtim. Pa dyshme do të përmendë edhe këtë se për çështje caktuara, për kauza caktuara, për interes publik, për drejta kolektive, për shqiptarëve, por edhe për interes më të përgjithshëm, ne duhet ta ngrimë zërin më fuqishëm, Florian. Ne duhet vetë kërkojmë, mos presim që dikush na i dhurojë diçka. Pushteti në fund të kërkush sa dhuron, pushteti fitohet, edhe intelektuali, njësoj blendi për intelektualin kjo. Ati takon kretë dijen, kapacitetin, bagazhin profesional, ta veje edhe në shërbim të kauzave kombëtare, nacionale, kauzave të interesit publik, përgjithshëm. Por pse jo edhe në politikë, sepse edhe politika është një vlerë e shoqërisë, një vlerë në jetë. Prandaj nuk është gabim asesi, më mirë aty të kemi njerëz intelektual të mërfill, se sa edhe aty si politika si vlerë, në përfaqësojnë njerëz cilët nuk dinë, nuk kanë bagazh, nuk kanë aftësi dhe shpeshherë ato bëhen edhe instrumente për realizimin të interesave të tjerëve. Ky është mendimi. Profesor, unë ju falenderoj për kohën që nda që të jeni prezent në studion tonë dhe njëkohësisht ju falenderoj për këtë bisedë kaq të hapur dhe kaq të sinqertë. Faleminderit Florian, ishte kënaqësi. Kënaqësia jone. Faleminderit.